Sot jemi mbledhur këtu në një moment të rëndë dhe të dhimbshëm për të shprehur solidaritetin dhe dëmshurinë tonë për jetët e humbura në këtë tragjedi të tmerrshme. Një ngjarje e tillë nuk është vetëm një goditje për familjarët e viktimave, por për mbarë shoqërinë tonë. Në këtë moment dhimbje, ne qëndrojmë pranë familjarëve, të afërmëve dhe viktimave. Ata nuk janë vetëm në këtë tragjedi, sepse dhimbja e tyre është edhe dhimbja jonë. Ata meritojnë drejtësi dhe të vërtetën mbi këtë ngjarje që na kanë troditur të gjithëve. Kujtojmë ende tragjedinë e spitalit modular në Tetov, të aksidenteve tragjike në Bullgari, Llaskars e gjithandej. Fatkeqësisht, shpesh përgjegjësit mbeten të pandëshkuar. Kjo nuk mund dhe nuk do të ndodhë më. Është momenti i fundit që sistemi i drejtësisë dhe gjyqësori të reflektojë që kjo ngjarje të hetohet deri në fund, të zbardhen përgjegjësit e vërtetë dhe të ketë ndëshkim për ata që kanë dështuar të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Drejtësia duhet të vendoset një herë për gjithmonë, sepse jeta e njerëzve është më e shenjtë se gjithçka tjetër. Andaj lutemi për viktimat dhe i shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjarëve të tyre. Kujtimi i tyre do të mbetet gjithmonë në zemrat tona.